Faleminderit që na keni bërë bashk për atë që duam ta bëjmë kryetar të Komundës Therondës, profesor Hamdi Bytyqin. Me Hamdi Bytyqin kryetar, Theronda zgjedh një udhëheqje të re, me program të qartë që prek çdo fshat, çdo lagje qyteti dhe çdo familje. Një program që e lidh qytetin me fshatin, fermerin me tregun, nxënësin me punësimin dhe Therondën me të ardhmen. Profesor Hamdiu është kandidati i SRE-s, i punës dhe i besimit të ri për Therondën. Ai vjen për të treguar se po, mund të bëhet më mirë, mund të bëhet shumë më mirë, më drejt dhe shumë më ndryshe. Si dikush që e njeh punën, i njeh njerëzit dhe e ka energjin për ta quar Therondën përpara. Si dikush që ja mbyll derën korrupsionit që nuk i shërben grupeve të ngushta të interesit, por qytetarëve me qeverisje të mirë e për interes publik. Andaj, të nderuar të pranishëm, qytetarët Therondës me 12 tetor le ta bëjmë ndryshimin që i takon dhe që e meriton aq shumë kjo komunë. Votojeni Hamdi Bytyqin, votojeni numrin 105, votojeni lëvizjen vetëvendosje për zhvillim, për drejtësi, për Therondën e së ardhmen. Të busiatit, do të riparojmë të gjithë vlietin segment pas segmenti dhe do të mbyllim humbjet. 2 bazenet e reja në Spleçani Sotin, hintrante kundër zjarrit për secilin fshat. Do të ndërtojmë implante njëra të zeza për qytetin dhe mini implant për grupe fshatash. Kriza e ujit do të marrë vonë një herë e përgjithshme. Bibliotekën do të digitalizojmë dhe do të ndajmë 10 mijë në vit për pasurimin e fondit të librave. Andaj të dashur qytetarët e Therondës, këto 6 ditë të mbetura vlen sa vitet e tëra. Secila derë e trokitur, secili takim, secila bisedë e shoqëruar me një kokë rrugshi ka rëndësi të madhe. Juftoj që të dielën të kemi një dalje masive në votime, me buzëqeshje, gëzim dhe me shpresë. Juftoj që në këtë votim të kërkoni numrin 105, sepse ashtu është i pari.